Ish futbollisti me prejardhje nga Kosova Albert Kuqi është dënuar me 8 vite burg nga gjykata e Helsinkit në Finland, pasi ishte i akuzuar për 3 vepra penale lidhur me trafikun e drogës. Sipas aktgjykimit, Kuqi, bashkë me 2 të tjerë kishin sjellë rreth 14 kg kokainë në Finland gjatë viteve 2024-2025, ku rreth 9.5 kg ishin shpërndar për shitje në treg. Përndryshe, mediumet finlandeze raportojnë se Kuqi ishte i angazhuar në sigurimin e apartamenteve në zonat e Helsinkit për grupin kriminal që shpërndante drogë, e më pas për të ushtruar veprimtarinë për mbledhje të parave nga tregu i drogës. Ndërkohë, 2 të akuzuar të tjerë, Lulezim Gërxhaliu dhe Ergi Tusha, të cilët organizonin trafikun jashtë vendit, ishin dënuar me 10 vjet e 2 muaj burg secili.